Mirësia e kësaj bote dhe e botës tjetër. Është transmetuar nga Imam Sadiku, nga babai i tij, nga gjyshi i tij Imam Sejjadi paqja qoftë mbi të, se ka thënë: dikush i shkroi Imam Husejnit dhe i tha: o zotëriu im, më trego se cila është mirësia e kësaj bote dhe e botës tjetër. Imam Husejni paqja qoftë mbi të i shkroi: me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. E më pas: kush kërkon kënaqësinë e Allahut, edhe nëse njerëzit zemrohen me të, Allahu do të mjaftojë atij çështjet që kanë të bëjnë me njerëzit. Ndërsa kush kërkon kënaqësinë e njerëzve duke zemruar Allahun, Allahu e lë atë në dorën e njerëzve, paqja qoftë mbi ty. Ky hadith Imam Husejnit paqja qoftë mbi të na mëson një parim shumë të rëndësishëm të jetës, i cili është: duhet t'i jepet prioritet kënaqësisë së Allahut dhe jo pëlqimit të njerëzve. Kur njeriu vepron për hir të Allahut, edhe nëse njerëzit nuk pajtohen me të, Allahu e ndihmon, e mbron, ja lehtëson punët. Por kur njeriu sakrifikon të vërtetën dhe urdhrat e Allahut vetëm për të fituar pëlqimin e njerëzve, ai humbet për krahin e Allahut dhe mbetet i varur nga njerëzit, të cilët nuk mund t'i sjellin as dobi e as dëm pa lejen e Allahut. Prandaj, mirësia e kësaj bote dhe e botës tjetër qëndron në kërkimin e kënaqësisë së Allahut para çdo gjëje tjetër.